Bashkia kërkuesi rezultonte me një masë siguri arrest në burg. Në datë 24/9/2025 do ishte revokuar masa e sigurisë arrest në burg dhe do ishte lënë i lirë detyrim paraqitje. Do kishit vijuar juve me shkarkimin? Faleminderit për pyetjen e nderuar. Në fakt, nëse lexojmë me kujdes ligjin 139/2015 se parashikon qartë rastin kur propozohet shkarkimi dhe merret vendimi i shkarkimit nga Këshilli i Ministrave dhe është me përmbushjen e afatit 90 ditor. Pra është me konstatim fakti. Nuk është nëse vjen një ditë dhe pastaj mungon për 90 ditë të tjera. A shkryer procedura e rregullt ligjore nga Këshilli Bashkiak dhe nga Këshilli i Ministrave. Dhe mund të bënte më shumë Këshilli i Ministrave në rastin kur kishte vetëm për të konstatuar faktin. A është i vërtet fakti që afati 90 ditor është përmbushur ose jo? Kjo analizë ka bërë Këshilli i Ministrave dhe mbi këtë analizë ka marrë vendimin e tij. Dua të vazhdoj më tej dhe argumentin që paraqiti përfaqësuesi i presidencës. Pra ne po jemi përpara faktit që institucionet, Këshilli Bashkiak, Këshilli i Ministrave duhet të interpretojnë ligjet në përputhje me kushtetutën. Dhe në varësi të zgjedhjes së tyre të marrin vendim të zbatojnë kushtetutën dhe jo ligjin. Pra çdo punonjës i administratës që është punonjës ligjor duhet të bëjë këtë vlerësim në punën e tij të përditshme. Pra kjo dispozitë e ligjit duhet të zbatohet apo jo? A është kushtetuese kjo dispozitë e ligjit apo jo? Dhe të sjell të mos ta zbatojë ligjin, sepse ai mendon që kjo mund të jetë dhe jo kushtetuese. Ndërkohë që administracioni në fuqi nuk ka të parashikuar rastet e përfundimit të mandatit kushtetuta për kryetarin e zgjedhur, nuk janë të parashikuar. Rastet e përfundimit përpara kryet mandatit, në ndryshim nga rastet e të zgjedhurit për parlament. Atëherë pse është kjo diferencë? Dhe nëse ka një diferencë të tillë, si rregullohet? Kush është akti që duhet ta rregullojë? A duhet të jetë një ligj? A është parashikuar në ligj që është vetëm fakti i konstatimit faktik që është përmbushur afati 90 ditor? Pra, Këshilli i Ministrave ka marrë vendimin e tij bazuar pikërisht në konstatimin e faktit të përmbushjes së afatit 90 ditor. Pavarësisht se nëse një ditë më mbas, në tejkalim të këtij afati, kryetari i bashkisë do të ishte i lirë për të ushtruar funksionet. Faleminderit. Faleminderit. Në vijim të asaj që thatë, pra ju jeni i mendimit se për shkarkimin e organit qeverisjes vendore parashikohen dy mënyra. Njëra sipas kushtetutës dhe tjetra sipas ligjit. Po e nderuar. Janë dy mënyra. Kushtetuta në 115 nuk thotë që kryetari i zgjedhur shkarkohet vetëm në rastin kur kryen shkelje të rënda. Është shumë e rëndësishme. Thotë që në rastet e shkarkimit për shkelje të rëndë të kushtetutës dhe ligjeve ka garanci kushtetuese. Dhe garancia kushtetuese është pikërisht ankimi brenda 15 ditëve. Por nuk thotë që janë vetëm këto rastet e shkarkimit të një të zgjedhur. Faleminderit. Qartë. Sipas ligjore në vendimin e shkarkimit, ju keni vendosur dhe jeni referuar vetëm në ligjit 139/2015. Kjo sepse me këtë bazë ligjore ju është transmetuar propozimi për shkarkim nga Këshilli Bashkiak, apo se keni bërë dhe vetë një vlerësim? Ju e nderuar, nuk është vetëm për shkakun se e ka propozuar Këshilli Bashkiak dhe ne kemi bërë vlerësimin tonë. Projekt vendimi hartohet dhe miratohet nga Këshilli i Ministrave, nuk hartohet nga propozuesit. Propozuesit kanë paraqitur argumentat e tyre në momentin për arsyeën e shkarkimit. Dhe ne kemi vlerësuar këtë propozim dhe kemi marrë vendimin vetëm bazuar në 162. Këshilli i Ministrave nuk është e parë që shkarkon kryetar bashkie. Ka pasur dhe raste të mëparshme dhe ka përdorur dhe në 115 kur ka marrë vendim për shkarkim për shkelje të rëndë të ligjit dhe kushtetutës. Ndërsa në këtë rast është hera e parë që Këshilli i Ministrave ndërmerr me këtë bazë ligjore. Faleminderit. Meqense më përgjigjet që është hera parë, nuk po ja u bëj pyetjen vijuese se kisha për qëllim të pyesja a keni pasur raste
që është bërë një shkarkim në bazë të 62 cërës dhe cila ka qenë procedura ndjekur, edhe pse nuk ka ardhur në gjykat, po juve ma thatë që nuk keni pasur. Atëherë do vijoj me pyetjen tjetër. Në kuptim të nenit 115 të kushtetutës që ju jep kompetenca për të vendosur në lidhje me shkarkim nga detyrat e organit qeverisjes vendore. A keni analizuar ju pasojat apo shkaqet e mos paraqitjes në detyrë në kuptim të konceptit shkelje rënd sipas Tineni, apo nuk keni vepruar fare në këtë drejtim duke u referuar 62-shit? Sikurse ne kemi cituar edhe në relacion që kemi përcjellë zyrës së presidentit, arsyet janë vetëm mbi konstatimin e faktit 90 ditor dhe jo për shkelje të rënd të ligjeve dhe të kushtetutës. Nuk ka qenë ndonjëherë ky diskutim në mbledhje të Këshillit të Ministrave apo në ndonjë moment tjetër që të jetë diskutuar për shkelje të rënd të ligjit. Pa gjithmonë jemi fokusuar në çfarë autorizon ligji 139 për kushtetin vendor. Faleminderit. Gjithsesi, është një procedurë shkarkimi dhe unë do doja të dija, edhe pse nuk e keni prekur 115-ën, pasi ka qenë rasti 62-shit i ndodhur për herë të parë. Megjithatë është një procedurë shkarkimi që sjell pasoja. A keni verifikuar juve, si Këshilli i Ministrave, nëse gjatë procedurës zhvilluar në Këshill Bashkiak janë respektuar kërkesat për një proces të rregullt ligjor dhe a do duhet ishte verifikuar apo jo nga ana juaj? Nderuar, sikurse thash, dhe Këshilli Bashkiak dhe Këshilli i Ministrave kanë respektuar të gjithë procedurën ligjore. Në dijenin time nuk ka ndonjë element të procesit të rregullt ligjor që është anashkaluar, sepse ne themi që nuk është krijuar një proces i rregullt ligjor. Cili ligj është shkelur? Cili nen? Cila pikë? Pra, ne nuk po flasim për një diskutim nëse proces verbal i shuar me vonesë, shuar brenda ditës, këtë nuk mund të futemi në këto detaje që janë çështje organizative të një institucioni tjetër që është pushteti vendor dhe është një pushtet autonom dhe nuk ndërhyjmë në procedurën e brendshme të tij. Por ne ndërhyjmë tek vendimarrja e tij. Konstatimi i drejtë është afati 90 ditor. A e ka respektuar Këshilli Bashkiak parashikimin që po është shkelur afati 90 ditor dhe për këtë arsye është e lishme që të propozohet ky vendim. Ne këtë kemi konstatuar. Procedurën e brendshme të Këshillit Bashkiak ne nuk mund ta konstatojmë sepse nuk është detyra jonë që të verifikojmë si ndjek Këshilli Bashkiak procedurat e brendshme administrative. Dhe në vijim të kësaj, a e kishit ju të mundur që ta thrisnit kërkuesin për ta dëgjuar apo duke mbetur në efektin e konstatimit të thjesht vendimi ishte deklarativ pa asnjë opcion dëgjimi? Faleminderit për pyetjen e nderuar. Më duhet të them që ne nisemi kur bëjmë të pyetje nga fakti që do të kishte rilevancë nëse do të dëgjohej kryetari i bashkisë apo jo mbi këtë çështje. Pra ne po marrim për të mision që kishte edhe një mundësi, edhe pse është shkelur afati 90 ditor, që të mund ta kalonim këtë situatë. Jo, nuk ka asnjë mundësi, sepse ligji nuk e parashikon arsyet pse është shkelur afati 90 ditor. Ligji është prekluziv dhe thot afati 90 ditë, pa caktuar ndryshe siç thot për deputetët, që në rastin e deputetëve komunojnë për më shumë të 130 ditë, thot pa arsye, vetë kushtetuta e parashikon. Në këtë rast, ligj vënësi nuk e ka pas në logjikën e tij të jetë me arsye ose pa arsye. Dhe kjo të paktën nga relacioni që unë kam lexuar, edhe nga interpretimet që bëjnë juristë të ndryshëm, është pikërisht me logjikën e faktit se njësia vendore ka nevojë për vendimarrje të përditshme dhe për kryetarin e saj në krye të punëve të detyrave. Kjo është arsye pse ligji ka një diferencim në krahasim me deputetin, në rastin e deputetit. Deputeti edhe po të mungoj ka 139 deputetë të tjerë që marrin mendim dhe organi kuvendi është funksional. Në rastin e Këshillit e Bashkisë nuk është e tillë. Jo më kohë më bëra dhe pyetjet më parë me lidhje me kompetencat dhe delegimin e tyre. Kodi i procedurës administrative përcakton qartë që të jenë të delegueshme, kompetencat duhet të jenë të parashikuar shprehjesisht në ligj. Atëherë si mund të ushtrohen të gjitha kompetencat në mungesë të kryetarit të bashkisë? Kjo është një ide analiza që unë bëra më parë për kodin e procedurës administrative dhe për ligjin e qeverisë vendore. Faleminderit.
Faleminderit, edhe vite pyetja, por më duket e pavënd që t'ja u bëj, sepse ju e thatë qasjen tuaj që kompetencat e parashikuara në nenin 64, në mendimin tuaj, janë të pa delegueshme, për sa kohë që nuk mund të ushtrohen nëpërmjet delegimit. Jam korrekt sepse ju kështu thatë. Tani vite pyetja unë. Në rastin e përmendur nga kërkuesi të zotit të kryetarit bashkisë të Tropojës, është konstatuar që ai nuk i ushtron kompetencat e tij për një periudhë më të gjatë se periudha në të cilën ndodhet në paraburgim zoti Veliaj, apo nga që nuk ka ardhur ende një propozim i tillë për shkarkim dhe ju nuk jeni vënë lëvizje? Atëherë, sikurse e përmendë ligji, sikurse thatë ju e nderuar anëtari gjykatës kushtetuese, Këshilli i Ministrave vendoset në lëvizje në momentin që ka një propozim nga Këshilli Bashkiak. Pra Këshilli Bashkiak i Bashkisë Tropoj nuk ka përcjell asnjë vendim pranë Këshillit të Ministrave që Këshilli i Ministrave të shprehet më tej. Dhe Këshilli i Ministrave, paktën ligji nuk ja lejon që të ndërhyjë në një çështje që i përket Këshillit Bashkiak. Pra nuk ka asnjë mundësi që Këshilli i Ministrave nesër të marrë një vendim për shkarkim kur ligji nuk e parashikon të tillë. Faleminderit. Faleminderit, për ju nuk kam pyetje tjera. Faleminderit, më japim fjalën gjyqtare Seminit. Faleminderit, e nderuar kryetare. Pyetja është edhe për Këshillin e